Po, ti di që limiti është frika nuk është formë e butë nëse ti rrezik. Reaktorun gjithë i dëgjoj mos lëshojnë ndonjë raketë në Mans, te andej. Shiko, nëse lëshohet një ose dy raketë në Mans, izolohet aty. Por nëse përfshihemi luftë drejt për drejt dhe kemi luftë me hakerat iranian, luftë. Okay. Rrezikohen avionët në ajër. Okay. Rrezikohen ushqellësit tanë. Trena dhe kështu metro nuk kemi, kështu që jemi në rregull. Rrezikohet transporti ajror, transporti detar, rrezikohen shumë gjëra, mos e merrni kaq të thjeshtë gjë. Kupton, është shumë se aq. Dhe ne kemi parë që një herë iranianët, shiko, iranianët dhe Korea e Veriut sot në botë. Iranianët dhe Korea e Veriut sot në botë kanë ushtri të mirëfillta hakerash. Po. Paguhen nga shteti, cilët merren vetëm me këtë punë dhe siç pam planin tani me raketa që destabilizuan gjithë linjën e mesme, ashtu kanë plane të shkruara dhe kush e di sa herë kanë aktuar çfarë mund të ndodhë në një moment që ndodh një luftë botërore dhe çfarë veprimtaria do bëjnë hackers. Jeta jon varet nga interneti. Pra, shiko, duhet të fillojmë të themi gjërat. Jo, se kam dëgjuar këto ditë që mund mos kemi internet për shembull, mund të kemi një blackout total. Po blackouti është vetëm një e 10 e probleme që mund të kemi. Mund të kemi probleme shumë. Pra, keni parasysh që zgjerimi i konfliktit nuk na mban jashtë hartës konfliktit. Prandaj ata zotëri që janë Mans, ne jemi me ta i mbështesim, kemi mbështetur etj, politikisht etj, por bëjnë mirë të kuptojnë që ky është një vend që i ka strehuar miqësisht etj dhe nuk është mirë ta përfshin Shqipërinë e vogël në hartën e luftës së madhe. A duhet që në këtë moment të mlidhet për shembull Këshilli i Sigurisë Kombëtare tek net merret. Çfarë do bëj Këshilli i Sigurisë? Apo jemi Çfarë do bëj Këshilli i Sigurisë? Është një organ konsultativ. Po mirë për protokoll themon. Po lufta nuk është protokoll. Në këto momente do llogarisësh, qeveria do llogarisë dëmet ekonomike të mundshme, rritjen e çmimit të naftës, gazit. Po, ajo me 20 lekë. Do verifikohet çfarë do ndodh me spitalet me këto me ato. Këto janë ato gjëra që bën, se nuk është ndodh qameti. Pra thjesht a e pam ç'a ndodhi në Dubai. Në Dubai u bllokua qyteti 3-4 ditë, doli Mohamed bin Zayedi, pra emiri i Dubai, doli rrugë dhe tha tash do vazhdoj jeta, do vazhdoj jeta. U godit Palmi, pra u godit Burj Al Arabi, u godit aeroporti, u godit Fairmonti në Palm, pra po jeta vazhdon. Pra në këtë pikpamje nuk është se duhet të jemi alarmist kush, por duhet të lexojmë realitetin e gjërave. Ndërkohë po lexoja sot, flitet si shënjestër e mundshme për shembull dhe bën stilli i Kosovës nga ana e Iranit. Ka lidhje kjo, Jo. S'ka, nëse do goditet gjithë Kosovë, por stilli është vetëm një bazë e vogël që nuk ka për shkak të simbolikës. Kjo është fantazi, po s'ka më kanë baza shumë të afërta ato që të godasin bon stillin duhet të kenë një arsye pse. Tani sot goditja e bon stillin në fakt i intereson serbëve, por kjo është një histori vetë. Okej. Tani sot kreu i NATO-s tha që Ballkani është i sigurt, po realisht Ballkani flas në këtë skenarin tënd të parë, pra në këtë kohën dyjavore, se nëse nis lufta e tretë, pastaj janë gjithë përfshirë, po. Kreu i NATO-s tha dy gjëra. Ballkani është i sigurt, por njërin gjë tha ne si NATO do marrim pjesë ashtu do rrisim tash. Nëse nuk qenë kaq sigurt Franca, Britania e vendet tjera të NATO si janë Ballkani. Si ne jemi në rrugën mes. Domethënë mes nesh edhe Iranit është vetëm Turqia. Pra nëse Greqia zyrtarisht shqetësohet etj. Nëse Turqia është ne që jemi kufi me këto, që do bëjmë? Pra, nuk është se do shumë fantazi kjo gjë, kupton? Sepse është shumë interesante, ti mandave që në kryeterës këtë, se si do shkoj kjo punë, dhe ko 2 javë për negociatat mundshme, zgjedhje diplomatike dhe pastaj shkojmë me shumë mundësi në luftën e tretë botërore. Zgjerohet konflikti, thash. Dakor. Luftë globale, se sa... Dhe aty rreziku shtohet, po te kjo pjesa e parë 2 javore, shem ndonjë rrezik afat të shkurtër për rajonin ton? Jo. Jo, sepse s'ka logjik gjë. Pra nëse ka vullnet për negociata të tjera do ulen dhe do. Okej. Tani pasojat e luftës ti di dhe ka nisur menjëherë që nga gazi, energjia, nafta. Ky është manipulim sepse gazi dhe nafta aty ishin karburante. Ata duan të grabisin njerëzit dhe ato që kishin nëpër depo i rritën direkt me 20-30% çmimet. Po ato naftë dhe gaz kishin ata, nuk është se e blen nga Irani tani, kupton? Që kjo është manipulim tregjesh, domethënë. Traderat luajnë. Me 130% flitej gazi për shkak. Sigurisht është fuqia më e madhe e gazit në botë, Irani dhe Katari, ai është bazeni i gazit në botë, normal, çfarë. Nga Rusia se marrin dot se kemi sanksione.
Katari, Irani janë luftë, por kjo është një botë e çmendur. Këta ata thonë jo se duhet vetëm energji e pastër, duhet investuar. Shiko, nuk do të ndodhte kurrë ajo që ndodhi, deindustrializimi i Evropës dhe Amerikës dhe fuqizimi i Indisë dhe i Kinës, nëse nuk do të drejtoheshim nga debila. Ja ku e ke, stuhim perfekte që thot ai, nuk do blesh naftë dhe gaz nga Rusia dhe nuk do marrësh dot naftë dhe gaz nga lindja e mesme. Nga do e marrësh? Ja më kujtë. Dhe çmimet do rriten, edhe kjo pastaj do japi pasoja në drejt për drejt. Dhe ti mendon që me rritjen e çmimeve nga gazi dhe nafta në lindjen e mesme, fuqitë e tjera eksportuese, si Rusia e tjerë nuk përfitojnë? Të gjithë janë aty duke e bërduar kështu, vendet e OPEC-ut aty. Se normalisht këto kushte, vendet e OPEC-ut me mbylljen e Hormuzit duhet të thonë, okay, ne atëherë do rrisim sasinë e prodhimit dhe do ulim çmimet. Jo, ata jo vetëm që se rrisin sasinë e prodhimit, po e gjenë si justifikim këtë që të ngrenë akoma që të shtojnë të ardhurat. Kështu që sa herë të ke përmendur këtë pjesë kam thënë ekonomia. Okay. Pse? Se baza kryesore e kësaj lufte edhe këtë radhë është ekonomia. Okay. Pse u zemrua keq Trumpi me britanikët, me Keir Starmerin? Sepse britanikët nuk i dhanë mundësinë që të përdorin bazën e tyre në Oqeanin Indian, siç e përdorën para një viti, për avionët strategjik bombardues B1 dhe B2. Dhe para 2 ditësh, B1-shët dhe B2-shët u nisën nga SBA-ja, bombarduan Iran dhe u kthyen në SBA duke kaluar Atlantikun. Por hapësira dhe koha është 2 fish, 3 fish, ky është dhe shpenzimi, sigurisht. Po lexoja sot ishte një Po edhe britanikët thonë ju nuk mund të filloni një luftë tretë botërore dhe ne ta marrim vesh nga televizori. Kështu që është edhe ky aspekti tjetër. Tani, po thoja, po lexoja sot një material shumë interesant dhe flitej, supozoj, për shembull për luftë bërthamore. Edhe nisnin projeksionet, për shembull në vetëm 72 minuta shënoheshin 5 milion viktima, përjashtoheshin për shembull 2 vende nga rreziku i luftës bërthamore që mund prekeshin më pak ose fare, për shembull Zelanda e Re dhe Australia. Jo, s'është është Afrika e Jugut, që gjithë pjesa. Shiko, hemisfera veriore është kaq shumë e militarizuar se në një shpjegim të thjeshtë të armëve bërthamore, duke pasur parasysh që 2 fuqitë më të mëdha bërthamore janë Rusia dhe SBA-ja, pastaj vijnë të tjerët. Po janë gjitha në hemisferën veriore. Kina, Pakistani, India, Rusia, SBA-ja, Franca, Britania, janë gjitha në hemisferën veriore. Izraelin, ato 40 testata që ka e tjerë. Gjithë hemisfera veriore përfshihet për shkak të rrezatimit dhe për shkak të luftës dhe për shkak të dëmeve në një luftë të tillë, duke patur parasysh që armët bërthamore ndodhen në nëndece, nëndecet bërthamore më të forta sot në botë ka Rusia, SBA-ja. Armët bërthamore ndodhen në tokë. SBA-ja ka gjithë armët bërthamore në qendrën e saj. Vetëm 1% e banorëve e amerikanëve jetojnë në qendër, pikërisht se janë armët bërthamore. Dhe ato do të përdoreshin pra në një luftë bërthamore hipotetike, do të kalonin gjitha nga poli i veriut. Pra, nëse do të kishin një gjë të tillë, përfshirja drejt për drejt do të ishte kujt e hemisferës veriore dhe e vendeve kryesore që janë në hemisferën veriore. Pra, SBA, Rusi, Evropë, pjesërisht Kina e tjerë, dhe në rastin konkret nuk kemi përballë kësaj. Në rastin konkret jemi në një përdorim të armëve bërthamore strategjike në kontroll në Azi, ku do të thotë që përfshihet në rajonet ku kemi drejt për drejt vendet të cilat kanë mundësinë e tyre të përfshirjes nga pikpamja rajonale. Por nëse zgjerohet, atëherë në luftën e madhe bërthamore, hemisfera veriore nuk do të jetë më ajo që njohim dhe pjesët e popullsisë botërore do zhvendosen ku? Në pjesën jugore të globit, që është Afrika, që është Australia, Azia, Indonezia, Amerika e Jugut, Oqeania, gjithashtu. Por kjo është fantastiko shkencore. Tani, se është pak paradoksale, Donald Trump kërkoi Nobelin për paqe, po udhëheq si paqebërës, po mundohet shuaj luftra. Ndërkohë nis një luftë të rrezikshme. Po, ka nisur luftën për paqen. Luftë për paqen.
Shiko, duhet jemi realistë, ikim propagandës dhe të shohim historinë e botës. Historikisht